Mirë se po takohemi miqtë e emisionit këtë javë edhe në këtë përmbledhje të zhvillimeve kryesore të javës. Grushteti që synonte rrëzimin e presidentit në Turqi Recep Tayyip Erdogan dështoi. E tani ky i fundit ka nisur hapat e radhës për të arrestuar kundërshtarët e tij. Në këtë nismë, shteti turk kërkon marrjen e masave ndaj gazetarëve të jashtëm që siç thonë në mënyrë direkte apo indirekte përkrahen fuqistët. Në vazhdim të kësaj, ambasada turke në Kosovë kërkon të marrë masa ndaj gazetarit Burat Bozhala pas disa mesazheve që ai kishte shkruar në rrjetin e tij social lidhur me situatën në Turqi. Mbi këtë çështje pra, do të bisedojmë pra mbi ndikimin e politikave ndërshtetërore pas kësaj situate, por edhe mbi atë se si shihet juridikisht në fakt ky postim të cilin e kishte bërë gazetari ditë më parë. Gjithashtu në pjesën e tretë e emisionit do të sjellim edhe kronika tjera të cilat shënuan shtatëditëshin e fundit. Synuan t'ja marrin pushtetin dhunshëm e tani presidenti turk Recep Tayyip Erdogan pak merret me arrestime. Madje tani shteti turk po kërkon që të arrestojë edhe një gazetar të Kosovës vetëm për shkak të një statusi në Facebook. Derisa natën e 15 korrikut në Turqi po tentohej të bëhej grushtet. Dikush në Kosovë mendoi se si të ndihmohet ushtria, që ishte ngritur kundër presidentit Recep Tayyip Erdogan. Gazetari Burat Bozhala, që njihet me gjuhën sarkastike përmes Facebookut, ju bëri thirrje bashkëkombësve të tij që gjenden në pushime në Bregdetin turk të hyjnë në rreshtime ushtarake. E kjo thirrje nxiti reagimin e Ankaras zyrtare, e cila nuk nguroi nëpërmjet ambasadës në Prishtinë, t'i kërkoi Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës ta ndërshkojë drejtorin e gazetës Ekspres deri me 5 vjet burgim në bazë të ligjit vendor, i cili u ndalon qytetarëve të vendit të bashkohen konflikteve jashtë shtetit. Gjithë ankesën ata kanë mbështetur në paragrafin e 4 të nenit 3 të ligjit që ndalon bashkimin në konflikte të armatosura jashtë territorit të vendit. Kushdo që në mënyrë publike, në tubim ose me anë të shkrimeve, xhirimeve audiovizuale, duke përfshirë edhe mos kufizuar edhe në rrjetet sociale ose në çfarëdo forme tjetër të komunikimit, thret ose nxit të tjerët për kryerjen e veprave penale të përcaktuara në paragrafet 1, 2 dhe 3 të këtij neni, dënohet me burgim prej 6 muaj deri në 5 vite. Për këtë kërkesë zyrtare të Ankaras, Bozhala u njoftua të hënën vonë dhe thotë se e gjitha erdhi si befasi. Ndoshta sipas tyre, çka shkruajnë e bëj me urdhën Tisa Mustafës ose Tashim Thaqit. Ato nuk dinë me bë dallimin mes shtetit edhe mediave të pavarura. Ne kemi pa arrestimin e gazetarëve të pavarur atje. Kanjëherë faktet nuk munden mu provu. Pra na e dim që është ashtu. Unë e di që Erdogani është autokrat dhe diktator. Derisa nuk i kurseu fjalët e rënda për presidentin turk të Turqisë Recep Tayyip Erdogan, ish deputeti thotë se ka përkrahjen e ambasadave të huaja për qëndrimin e tij, që e quan gazetareske. Ndërsa nuk e ka frikën se mund të ketë pasojë ligjore, pasi që letra e ambasadës së Ankaras kërkon që në këtë rast të hyjë në zbatim ligji kosovar, që parashë burgim disa vjeçar. Nuk kisha brengos shumë edhe për një mas nëse e marrën, sepse nuk besoj tash se ka dhe aleat tjerë të Kosovës, nuk është vetë Turqia këtë. Vetë ambasadorja turke në Kosovë, Kivim Kilic, ditë më parë si mysafire në Klan Kosova, kishte thënë se shteti i saj nuk përndjek gazetarët dhe se është demokratik. Turqia është një vend demokratik që ka sundim të ligjit. Në anën tjetër, Bozhala këmbgul se mesazhi ishte sarkastik. I ftoi të gjithë qytetarët e Kosovës në Turqi që ta mbështesin ushtrinë. Normalisht secili ka qenë i ilustruar ka një MOI me gjuhën jashtë. Edhe ato demonstranin që unë realisht isha i relaksuar shumë, se nuk kisha ndonjë nervoz madhe për zhvillimin në Turqi. Por megjithatë mendimet e tij karshi politikave shtetërore të vendeve të tjera nuk i fsheh. Jean-Marie Le Pen s'ban më fitu në Francë, Alternativ für Deutschland nuk ban më fitu në Gjermani, Trump nuk ban më fitu në Amerikë, pra këto janë analizat mia si gazetare, dhe unë nuk marr leje prej ambasadave të vendeve të tyre se çfarë pozicionimesh do të më majt. Ndërkohë mbi këtë rast ka reaguar Ministria e Jashtme e Kosovës. Ministri i këtij dikasteri Enver Hoxhaj ka thënë se nota verbale e ambasadës turke në Prishtinë është e pazakontë dhe e papranueshme dhe njëkohësisht një mbireagim i saj. Sipas tij, Kosova respekton lirinë e shprehjes, lirinë e shtypit dhe të mendimit, derisa cilësoi shkrimin e gazetarit Burat Bozhala me përmbajtje sarkastike dhe pa qëllime politike. Reagim pati edhe nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës. Këta kanë kërkuar reagimin e Kilic nga Kosova.
Ankesën e ambasadës së Turqisë në Kosovë ka komentuar edhe kryeprokurori i shtetit. Sipas Aleksandr Lumezit, mbi pretendimet se gazetari u ka bërë thirrje kosovarëve që janë në pushimin në Turqi, t'i bashkohen fuqistëve. Ai ka thënë se nuk ka parë element të veprës penale në komentin e gazetarit Buzhala. Por problemi si me Buzhalen nuk është i pari që ka Turqia me shtetas të huaj. Muaj më pari kërkoi Gjermanisë ndëshkim ligjor ndaj komedianit Jan Böhmermann, i cili në televizionin publik ZDF kishte lexuar një poemë shumë thumbuese, kushtuar presidentit Erdogan. Pas gjithë presionit që ishte bërë, prokuroria gjermane vendosi ta hetoj Böhmermann për hyrjet ndaj liderit turk. Kjo në bazë të një ligji të hershëm që ndalonte talljen me burgshtetas të vendeve tjera. Mit kleinem Schwanz. Jeden Türken hört man flöten, die dumme Sau hat Schrumpelklöten. Von Ankara bis Istanbul weiß jeder, dieser Mann ist schwul. Atëherë shikues të nderuar, jemi rikthyer në studio dhe për të komentuar pra mbi kërkesën e ambasadës turke në Prishtinë lidhur me marrjen e masave ndaj gazetarit Berat Buzhala, unë kam të ftuar Korab Sejdiun, njohës i çështjeve juridike, por gjithashtu edhe i marrëdhënieve ndërkombëtare. Zoti Sejdiu, përshëndetje, mirë se erdhët në emision. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Atëherë, duke u nisur nga aspekti bagazhi juaj profesional, Korab, si mund ta interpretojmë këtë çështje në aspektin juridik? Pra, notën e protestës të cilën i dërgoi ambasada turke qeverisë së Kosovës. Po, ndoshta është mirë të fillohet që kjo çështje të adresohet nga fakti se i ka dy komponenta. Ka edhe komponentën fillimisht të marrëdhënieve bilaterale ose ndërkombëtare mes të Republikës Kosovës dhe asaj Turqisë, dhe aspekti juridik pastaj që është pak në këtë rast pak ndoshta edhe më i thjeshtë, pasi që ka të bëjë vetëm me aplikim të ligjit në rrethana të caktuara. Po që në fakt pjesa e parë, ndoshta nisim mbi pjesën e parë, pasi është ajo e cila parashet dënim. Edhe është një pjesë e cila u specifikua në këtë rast në notën e protestës. Pikërisht, është aspekti juridik, pra ka të bëjë me një ligj që është në një farë mënyre plotësimi i kodit penal, me të cilin është shtuar një vepër penale, pra ajo e cila ka të bëjë me pjesëmarrjen ose nxitjen e qytetarëve të Kosovës në konflikte ose luftra të huaja, pa pas ndonjë arsye tem, siç është për shembull shtetësia e dyfisht ose diçka e tillë. Dhe ky ligj në fakt është miratuar në një farë mënyre si reakcion ndaj krizave aktuale që janë duke ndodhur dhe problematikës së re që po shfaqet në aspektin gjeoglobal, domethënë kemi të bëjmë me luftën në Siri, me terrorizmin që po shfaqet anë kënd botës e kështu me radhë. Pra është një ligj që në fakt sanksionon në mënyrë penale këto veprime, parashet dënime deri në 15 vite, varësisht prej veprës që kryhet, mirë po ekziston edhe mundësia që në qoftë se dikush që veç ka bërë këtë vepër penale të pendohet dhe pastaj edhe dënimet reflektojnë të jenë më të ulta. Zoti Sejdiu, duhet ndalem prapë të kjo, para se të dalë tek pjesa e politike, ta interpretojmë në aspektin juridik. Ju jeni edhe avokat i licencuar në Amerikë dhe në fakt si e pat, ju si e vlerësuat statusin e Zotit Buzhalas, e pam që në fakt kishte një fjali e cila u bënte thirrje pushuzëve shqiptare që t'i bashkangjitën fuqistëve, por në anën tjetër ishte edhe ajo figura, pra ajo emocioni i cili e bënte të dukej që është një lloj shakaje ashtu. Kjo vepër penale është e llojit që ka nevojë, do të thotë nuk mund të kryhet nga pakujdesia. Kërkohet që për të vërtetuar, do të thotë një prokuror potencial, këtë vepër duhet të tregojë se ka qenë edhe qëllimi kriminal ose në latinisht që i thonë mens rea, do të thotë qëllimi ose të menduarit kriminal. Kurdo që ne shkruajmë, nuk kemi mundësi, s'pakun të kaluar, nuk ka pas mundësi që të shfaqim emocionet tona, do të thotë të tregojmë apo bëjmë shaka, apo përdorëm satirën, apo sarkazmin, apo ndonjë emocioni tjetër. Fatmirësisht kohëve të fundit me zhvillimet teknologjike, tani edhe shkrimet tona po mund t'i cilësojmë, do të thotë edhe t'ja japëm një shpjegim, si të themi shpjegimit tonë ose shkrimit tonë, dhe pikërisht këto emocionet nëpërmes të rrjeteve sociale, sidomos tani, na ndihmojnë në atë aspekt. Dhe nëse shikohet për shembull këtë rastin konkret,
ajo do të ishte shumë e çuditshme nëse një prokuror do të vazhdonte tutje me hetime ose qoftë edhe me ngritje të aktakuzës duke parë parasysh se vërtet mungon ndonjë bazë që do të aprovonte qëllimin kriminal ose qëllimin për të kryer këtë vepër penale. Duke marrë parasysh për gjithë këto që po thoni zoni Sidiu, si e shihni në fakt si e komentoni reagimin e ambasadës e cila u drejtua në këtë mënyrë qeverisë Kosovës në fakt për të hetuar një gazetar në fakt. E cenon kjo lirinë e shprehjes, demokracinë në vendin tonë? Nuk isha shku aq larg sa të them se e cenon lirinë e shprehjes apo diçka të tillë, sepse kërkesa është kërkesë. Nuk ka ndonjë efekt juridik as në Beratën këtë rast, as në ndonjë obligim në qeverinë e Republikës Kosovës që të veprojë. Turqia është duke kaluar në për disa rrethana që janë jashtëzakonisht të rënda dhe të rëndësishme për të ardhmen e tyre. Besoj që kjo është edhe një pjesë e vogël e gjitha ngjarjeve që po ndodhin në Turqi dhe rreth saj. Ne duhet kemi kujdes të jashtëzakonshëm që mos përshkallëzohet situata, do të thonë vetëm se ata kanë bërë një kërkesë që mund të na duket neve jo natyrshme ose e çuditshme, duke pas parasysh që Turqia është një partner jashtëzakonisht i rëndësishëm i Kosovës, qoftë në rrafshin ekonomik, ashtu edhe social edhe politik, po edhe ndoshta edhe strategjik në aspektin ushtarak, plus kanë edhe prezencë këtu si pjesë e KFOR-it. Kështu që duhet të adresohet me një kujdes të veçantë dhe në fakt atë që ka qeveria e Kosovës ose Ministria e Punëve të Jashtme mund të bëjë është faktikisht vetëm ta referoj këtë çështje tek autoritetet përkatëse, siç edhe ka kërku edhe ambasada turke. Po vetëm se referon një çështje i thotë çka na ka kërkuar ose çka ka aludu ambasada turke, s'do të thotë që edhe prokuroria duhet merret me të. Edhe nuk ka në aspektin procedural. Nëse prokuroria vendos që nuk ka rast, atëherë edhe nuk ka mundësi ankese apo diçka të tillë. Zoti Sidiu, mora shkas për t'ju bëj pyetjen paraprake, duke u nisur nga rasti i Jan Bommerman, gazetar gjerman, i cili në fakt është prezantues i një emisioni satirik. Dhe paraprakisht ai kishte thuar një lloj poezie ose këngë, ta quajmë ashtu, sa i përket presidentit të Turqisë, zotit Erdogan. Por në këtë rast, pavarësisht të reagimeve që kishin qenë fillimisht, zonja Merkel ishte detyruar që të lejoj, në fakt, hetimin penal ndaj këtij gazetari. Ndoshta mund të kenë qenë ndikim raportet politike mes vendeve. Në fakt, Gjermanët janë popull që e përcjellin ligjin, edhe unë nuk e kam përcjell përsafërmi këtë rast në Gjermani, mirë po sipas informatave të kufizuara që kam. Unë për ma një hapë mrapa, po them që Gjermanët janë respektues të jashtëzakonshëm të dispozitave ligjore dhe ligjit që është i aplikueshëm vendin e tyre, edhe me sa kam kuptu ekziston një dispozitë vjetër në ligjin gjerman që e lejon një gjë të tillë. Kështu që ata, pavarësisht faktit që ndoshta ka qenë tepër absurde kërkesa në shikim të parë, nëse është diçka që i lejohet me ligj, atëherë spaku në aspektin procedural, edhe vetë, domethënë, kancelaria gjermane i nështrohet ligjit dhe thotë po, duhet me leju, duhet me procedu tutje këtë çështje, e pastaj agjendet i fajshëm apo jo, është diçka tjetër ose a ka bazë për akt akuzë. Po, ndoshta në këtë rast ka të bëjë më shumë në anën profesionale apo etike për të përcjellë një mesazh të një kërkese një shteti tjetër. Por në rastin tonë po shohim korrekt që në fakt kemi një heshtje institucionale sa i përket kësaj çështje. Është dashur të lihet kaq kohë apo pse mendoni se nuk po jepet një përgjigje kësaj note proteste? Po, është pak vështirë që të flas në emër të ministrisë apo të di pse apo jo, them në aspektin e asaj kozgjatjes kemi pra unë mua më merr mendja që ata janë duke trajtuar seriozisht siç duhet trajtuar çdo korrespondencë nga ambasadat që janë prezente dhe nga miqtanë që i kemi anë kënd botës. Dhe natyrisht që ajo merr kohë për të gjetur mundësinë më të mirë, siç thash më herët, duhet evituar në çdo mënyrë përshkallëzimin e situatës, edhe sado absurde që mund të mendohet që është një kërkesë një shteti tjetër, duhet mendohet mirë që të mos përshkallëzohet situata, e për atë arsye ndoshta edhe merr pak më tepër kohë. Besoj edhe ndoshta mundohen që se shpesh herë në aspektin diplomatik
edhe në raporte ndërkombëtare shumë gjëra bëhen prapasken derisa të jepet përgjigja formale ose të ndërmerret një veprim formal. Po, në këtë rast duhet institucionet e Kosovës të kenë takime diplomatike, ndoshta politike me Turqinë për të sqaruar situatën, apo duhet mendoni që është më e drejtë të jepet një interpretim juridik në këtë rast? Pra të shihen, të interpretohet kërkesa direkt pra në aspektin profesional juridik. Po në atë se është kry vepër penale apo jo, Ministria e Punëve të Jashtme nuk është e thirrur të vendos. I vetmi organi i cili mund të filloj hetimet edhe eventualisht të ngrit akt akuzë është prokuroria. Kështu që në aspektin juridik vetëm ata kanë të drejtë të vendosin se a ka këtu baza jo për të proceduar të çështjen në aspektin penal. Mirë po, atë çka mund të bëj Ministria e Jashtme në këtë rast, maksimumi që mund të bëj është që t'ja referoj këtë çështje prokurorisë, do të thotë kemi një kërkesë prej ambasadës turke, ju lutem shikoni këtë rast dhe vlerësoni vetë se sipas kompetencave që keni se a ka bazë për vepër penale apo jo. Ndodhe rëndon pra, është e zakonshme që pra për një gazetar nota verbale të dërgohet qeverisë, apo kur dihet që në fakt zoti Bozhali edhe përfaqëson një institucion mediatik në Kosovë? Po normalisht në raportet ndërkombëtare këto kërkesat e këtij lloji që vinë zakonisht për personat të cilët janë të akuzuar ose kanë janë pjesë ndonjë procedure juridike në një vend tjetër dhe vazhdohet nëpërmes departamentit për ndihmë juridike ndërkombëtare, e cila pastaj përçon qoftë ftesën për seancë apo kërkesën për ekstradim apo diçka të tillë tek autoritetet përkatëse. Pra, nuk është e rëndëmt që mendoj që një shtet i huaj me ardhë dhe me thonë të lutem hetoje filan fistekun, sepse sipas mendimit ton ai e ka shkel një ligj të Kosovës. Pra, pasi që normalisht janë organet e vendit të cilat merren me zbatimin e ligjit edhe eventualisht ngritjen e akt akuza për veprime penale. Zoti Sediu, i cënon raportet Kosovë-Turqi kjo situatë? Mënyra se si adresohen çështjet e tilla është më shumë ajo që përcakton atë cënohen ajo raportet. Pra, kërkesa është bërë dhe sadopak neve ndoshta në kontekst demokracisë së re që kemi, po një farë mënyre kogja zhvilluar në krahasim me disa shtete tjera, neve na duket ndoshta absurde. Pra, edhe është absurde në kontekst asaj se mundohet do të thotë një gazetari të ndalohet satira që ai e publikon nëpërmes rrjeteve sociale. Pra, dikujt në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Angli ose në Gjermani do t'i duke shaka kjo, po nëse shkon në disa vende tjera që janë në ekstremin tjetër të demokracisë ose të jetës demokratike, atyre ju duket normale. Edhe ne kemi jetuar të kaluar në një vend ku gazetarët nuk i kanë pas lirinë të plot të shprehjes e kështu me radhë. E them këtë me plot besimin që vërtet duhet kemi përgjegjësi për fjalën që e shkruajmë ose e themi ose e shprehim në çfarëdo mënyre. Mirë po në këtë rast edhe në shumë raste tjera raportet mes Turqisë dhe Kosovës janë të zhvilluara tash disa vite, edhe janë kogja të thelluara. Unë besoj që Turqia është një nga partnerët tonë më të rëndësishëm, s'paku mënyrën se si qëndrojnë raportet tona aktualisht, dhe një letër e tillë nuk besoj që ja caron marrëdhëniet tona, po vetëm duhet pasur kujdes se si trajtohet kjo çështje, si adresohet, dhe mbi të gjitha që sado që të mendojmë na që kjo është absurde, të ndihmojmë edhe Turqisë që të ruaj fytyrë, si themi, karshi një gabimi që mund ta kenë bërë ose një lëshimi që mund ta kenë bërë në këtë aspekt. Zoti Sedi, me qenë se koha është pak e kufizuar bisedës, duhet ndalem edhe tek një element që tek ne është goxha e zhvilluar. Pra, aspekti i interpretimeve satirike, sidomos në rrjetet sociale, është goxha e zhvilluar këtu në Kosovë. Gjithashtu kemi parë që ka edhe elementa akuzave direkte ku në disa shkrime individ caktuar
me emën e me bjemër akuzojnë pra palë ndryshme për vrasje, duke e marrë parasysh këtë rrymë të zhvillimit pra të shprehjes në vendin tonë që një farë mënyrë mund të cilësohet demokratike, megjithëse ka pas edhe debat që ndonjëherë mund të tejkalohet. Marrë parasysh këtë frymë, konsideroni që shteti turk mund ta ketë bërë qëllimisht një gjë të tillë, pra pasi mund të konsiderohet ndoshta që ambasada turke këtu të ketë informacion ose të jetë në rrjedha të zhvillimit të debatit në shoqërinë tonë. Liria e shprehjes është shumë e gjerë, por nuk është e pakufizuar. Për atë arsye ekzistojnë edhe ligje të cilat e kufizojnë atë në një mënyrë ose tjetër, siç është ligji për shembull ligje që mbrojnë aspektet e privatësisë së njerëzve, ose që është ligji që ka të bëjë me shpifje, për shembull mbrojtjen nga personat të cilët shpifin kundër teje. Dhe ne jemi gjithë vetëdijshëm që veçanërisht kohëve të fundit ka degraduar jashtëzakonisht shumë gjuha edhe të shprehunit e disa personave në shoqërinë tonë, qoftë në aspektin mediatik, qoftë në për rrjetet sociale kështu me radhë. Dhe në asnjë mënyrë liria e shprehurit nuk i jep të drejtë dikujt për shembull që të shkel privatësinë e një personi tjetër, ose që të fyej dikën tjetër pas një bazë, ose të shpërndajë pa vërteta për dikën pas një bazë. Gjithmonë e vërteta është mbrojtje ndaj shpifjes, kështu që nëse është e vërtetë lirisht mund ta shprehësh, por jo edhe nëse po shpërndan pa vërteta. Tash nëse e lidhëm me aspektin e Turqisë, ndoshta në këtë aspekt ata janë mundu që me bë një lloj parandalimi të përshkallëzimit të shprehurit, ndoshta edhe jo edhe juridikisht, po spaku të tregojnë një seriozitet që ata do të kenë një mbikëqyrje sa i përket shprehjeve që njerëzit i bëjnë publikisht karshi Turqisë, edhe karshi qeverisë të Turqisë, e cila aktualisht është në vend edhe është duke kaluar nëpër disa faza të vështira. Pas edhe situata fundit prodhoi goxha debat në këtë. Po unë po mendoj që më shumë pritjet e tash prap nuk po du me fol në emër të ambasadës së Turqisë në asnjë mënyrë, por unë kisha menduar edhe mendoj se ndoshta kjo më tepër është bërë si një lloj parandalimi i eskalimit të debateve ose të shprehjeve të ndryshme që njerëzit mund t'i bëjnë ndaj Turqisë, edhe pse ndoshta tani po e shohim që ka mundur edhe ta ketë kundër efektin, do të ta bëjë edhe më të bëjshme edhe më që shoqëria jonë t'i del në mbrojtje, gazetarin Fjalë Beratit, lidhur me mbrojtjen e tij ndaj çfarëdo kërcënimi që mund t'i bëhet lidhur me shprehjet e tij sarkastike ose satirike. E fundit kjo Korab, po të ishit në rast, po të ishit avukati i Bozhales, do të ishte kjo një lëndë e rëndë për ta mbrojtur? Unë fillimisht ndoshta edhe nuk merrem me çështje penale dhe aq shumë, po në fakt do të ishte lëndë e cila nuk do të vinte fare para nesh, se shpresoj që nuk ka, prokurorët tonë kanë shumë punë, edhe nuk besoj që do të merren me raste ku në fakt nuk ka, që nga fillimi rasti është i humbur, kështu që është gjithmonë kënaqësi me pranuar një rast ku e dim ki me fitu prej fillimit, edhe kjo është një prej atyre rasteve, kështu që. Faleminderit shumë zoti Sidium. Shpresoj që kemi edhe hera të tjera në emision. Faleminderit shumë për ftesën e gjithsesi. Atëherë shikues të nderuar, ishte kjo biseda në studio. Tani do të shkëputemi për pak publicitet dhe rikthehemi sërish në pjesën e tjetër, pra në pjesën e tretë emisionit, me paralajmërimin e kronikave më interesante që shënuan shtatdiçën e fundit. That's what I want to talk to you about.
Sikur me Serbinë, do të mbajnë lidhjet edhe me serbët e Kosovës. Kështu Rusia nëpërmjet ambasadorit të saj në Beograd po i vendos lidhjet me njerëzit të cilët do të jenë pjesë e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kjo ishte edhe arsyeja pse Aleksandar Quperin qëndroi 3 ditë në veriun e vendit. Polaganjem cveća na spomen obeležju stradalim Srbima u NATO bombi. Pamjet nuk janë cilësore, por janë të vetmet që dëshmojnë se në veriun e Kosovës qëndroi ambasadori Rusisë në Serbi Aleksandar Quperin. Televizioni Most ishte i vetmi që ishte informuar për këtë vizitë traditore në të cilën diplomati nga Moska, pas tjerash la edhe lule pranë përmendores së konsullit rus të vrarë një shekull më parë, pikërisht në Mitrovic. Për më tepër se ka Quperin fundin e javës së kaluar pati takime me krerët ilegale legal të 4 komunave veriore, me të cilët, siç mëson Klan Kosova, diskutoi mënyrat e bashkëpunimit mes Rusisë dhe Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, kur ai të formohet. Në ndërkohë Quperin vizitoi dhe lagjen ilegale Lugina e Diellit, për ndërtimin e së cilës Federata Ruse do derdh para. E krejt çka kanë bërë institucionet kosovare ka qenë heshja gjatë fundjavës, kur Quperin po sillej nëpër Kosovë. Tek këtë anë, Ministria e Punëve të Jashtme tregoi se ardhja e tij ishte keq përdorim, përderisa për të hyrë në Kosovë, Rusia e përdori autoritetin e UNMIK-ut e nuk kërkoi leje. Për drejtoren e Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, ardhja e Quperinit shfaq edhe një herë pozicionin kategorik rus kundër shtetit të Kosovës. Qëllimi i saj është të ashtri prezencën në pjesën veriore të vendit, atje ku mund të funksionojë më lehtë, më pa penguar, për arsye se qeveria jonë nuk ka arritur të ashtri ndikimin në pjesën veriore. Pas kësaj, sipas QH-s, Rusia po vepron edhe në forma tjera për të shtrirë ndikimin në Kosovë. Rusia ka prezencë të shërbimeve të saj në formë të kamufluara, të cilat janë në veri dhe në pjesë tjera të Kosovës, do të thotë nëpërmjet partnerëve të saj, do të thotë, të cilët jo domosdoshmërisht janë partnerët tonë. Nga ana tjetër, analisti Mitrovicas Najmedin Spahiu mendon se vizita e Aleksandar Quperinit në qytetin verior s'është gjë e keqe dhe ka qëllimet e saj. Secili shtet është interesuar të ashtrinë ndikimin në vetë në çdo rajonit të botës dhe kjo është shumë e natyrshme. Problemi është se si vendoset qeveria e një vendi sovran ndaj akteve të cilat ndonjëherë janë miqësore, ndonjëherë armiqësore. Të kontaktuar nga Klan Kosova, zyrtarë të lartë të ambasadës së Rusisë në Serbi kanë refuzuar të tregojnë se pse shefi i tyre qëndroi në Kosovë për 3 ditë. As në përvjetorin e 5 të rënjës, policia në Verzymberi nuk u kujtua në vendin e vrasjes në veri të Kosovës. Interesimin e Klan Kosovës pse nuk ndodhi kjo, ministri Skënder Hyseni e quajti si spekulative. E vetë familja e Zymberit një ditë më parë kishte akuzuar shtetin se nuk po bën sa duhet për të kapur vrasin. Fizikisht nuk është më, por familja Zymberi vazhdon të ruaj djalin e mesin e saj. Kjo është joja e Zymberit, kjo është e posës. Në këtë dollap me rafte, i ati i polisit e vrarën në Verzymberit ka vendosur krejt çka i ka mbetur nga i biri. Disa fotografi e ndonjë mirënjohje po mbajnë gjallë kujtimin për pjesarin në njësi speciale, i cili u nda nga jeta pikërisht 5 vjet më parë. E kur po kalon gjysmë dekade, fare pak dritë është hedhur mbi shkaktarët e ndodhisë Koriko 2011, kur Zymberi u vra në aksionin e urdhëruar nga qeveria e Kosovës për t'i marrë në kontroll pikat kufitare 1 dhe 31, të cilat deri në atë kohë kontrolloheshin nga serbët. Deri më tani askush nuk është dënuar për vrasjen e 32 vjeçarit që la prapa bashkëshorten me 3 fëmijë. I ati i Zymberit po mendon se nuk është bërë sa duhet në këtë drejtim. Jo, s'kanë bon. Si do mos atë hujtë, nuk i dhe unë zjarë fort të rëndësi kështë e falë. Mu po më duket, që si kanë unë fort, për zbardhe në rostë. Ndërka që sipas tij, këta nuk po e marrin as për kujdesjen e premtuar institucionale. Vëllai edhe tash me thonë, si e shpallën si eroj, që atë rrugë s'pjaqesin. A është plot fuqishme nuk e di. 240 rrugë, nashtu rrugë, nash benzia, nash social që atu djallim ka thonë për i morëm. A është e mjaftueshme jo. Derisa për vrasjen e policit, deri me tani janë gjykuar 2 të dyshuar, nga të cilët njeri u shpalli pafajshëm e tjetri mori 2 vite burgim me kusht. Mbrojtësi i viktimës Burhan Maxhuni po thotë që lenda e tij nuk është zvaritur. Sipas tij, gjithë kjo është administrative. Të pas parasysh si palë të dëmtume dhe të palë të dëmtune gjithmonë
e kanë dëshiren që të kryhen dhe të rastet në mënyrën sa më të shpejt, mirë po gjithmonë rastet kanë procedura dhe kështu që deri me sot janë këto procedura cilat edhe i zhvillën dhe thët në këtë rast e Uleksi, nuk kem mundësi të shpejtojmë më shpejt. Pas vrasjes Enver Zymberi është dekoruar nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga me urdhrin Heroi i Kosovës. Përvjetori i vrasjes së tij është të martën me 26 korrik, ku edhe si vjet pritet të mbahen aktivitete përkujtuese. Vero! 26 korriku i solli paravarit të tij edhe këtë vit. Në përvjetorin e 5 të rënies në detyrë të Enver Zymberit, Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës bashkë me zyrtar policor bëri homazhe paravarit të policit që u vra gjatë një aksioni në veri të vendit. Ministri Hyseni tha se polici i vrarë para 5 vitesh është përfaqësimi më i mirë i asaj se çfarë mund të bëjë njeriu në mbrojtje të vendit. Enver Zymberi është personifikim i heroit, i njeriut, i policit, i babait, i birit, që nuk ka kursy asgjë për ta demonstruar fuqishëm për kushtimin për ende dhe ligj. Por i njëjti refuzoi të përgjigjet në pyetjen sepse policit nuk i është ngritur lapidar në veri, ku edhe është vrarë. Sot jemi në një moment solem për kujtimi, dhe unë thash që përvjetarët janë momente sa solemne, po aqe edhe momente piklimi, dhe nuk e kam ndërmend të përgjigjem në asnjë pyetje spekulative. Faleminderit shumë. Pas homazheve, ky bashkë me drejtorin e policisë Shpend Maxhunin vizituan edhe familjen Zymberi në Dubovc të Vushtrisë. E familjarët edhe pas gjysmë dekade pa kanë shpresë në zbardhjen e rastit. Deri tash është dashur të gjendet vrasje, po edhe mënyra se si është vrarë në vere, tregon është një problem i madh. Po shpresojmë që në këtë vit të ketë diçka. Janë të akuzuar, është dënuar 1 me 2 vjet. Por nuk është ajo kur gjon, e dhimbla nuk na nalet edhe më dënu. Para 5 vjetësh, qeveria e Kosovës pati marrë vendim që forcat e njësisë speciale të policisë të ndërhyjnë në veri të Mitrovicës për t'i marrë nën kontroll pikat kufitare 1 dhe 31. Ende pa arritur tek saku, vra Enver Zymberi që ishte pjesëtar i njësisë Rosu. Deri tani për vrasjen e policit janë akuzuar 6 serb, 2 prej të cilëve janë e arati, por ende nuk ka asnjë të dënuar. Trupat e 2 të rinjve nga Kosova të cilët ishin viktima të terrorit në Muni janë varrosur të martën në vendlindjet e tyre. Diamant Zabërgja e Armela Segashi u përcollën me emocione nga mirë qytetar dhe zyrtar shtetëror. Djalin e vetëm të familjes nuk do ta shohin më. E ndarjen me 21 vjeçarin, familjarët po e përjetojnë shumë rënd. Diamant Zabërgja u vra të premte në Mynit të Gjermanisë nga gjermano-iraniani Alison Bolli, ku veç tij të vdekura mbeten edhe 2 kosovaret, Sabina e Armela. Të martën me fotografinë e tij në trup e arkivoli në mbështjell me flamurin kombëtar, të afërm miq e qytetar i dhanë lamtumire në fundit të riut. Në ceremoninë mortore morën pjesë qindra qytetar. Familjarët e Diamantit sulmi në Myni po e cilësojnë si një akt kriminal. Është një rast vërtet i vështirë edhe për ne si familjar, por edhe më gjerë, sepse kjo tregon se një akt barbari që ka ndodhur në Menhen prek zemrat dhe shpirtet e gjithë shqiptarëve. Në varrim u panë edhe figura politike, krer institucional, ndërsa trupi 21 vjeçarit do të pushojë në varrezat e vendlindjes në fshatin Ropis të Vushtrisë. Sot është një ditë e dhimbshme për krejt qytetarët e Kosovës, për krejt popullin e Kosovës, dhe ju po e shihni që një masë e madhe njerëzve kanë ardhur për t'i bërë homazhet e fundit Diamantit dhe viktimave të tjera të pafajshme. Ne i shprehim ngushëllimet më të sinqerta familjes. Familja Zabërgja në këto momente të rënda i qëndruan pranë familjarë të kosovarës tjetër të vrarë Armela Segashit, varrimi i së cilës ishte caktuar të bëjë disa orë më vonë në Podujev.
Gjithë këta njerëz i kanë mësyrë varrezat e qytetit të PD-jevës. Deri aty po e përcjellin kufomën e Sëndjerës Armela Segashi, që 4 ditë më parë u vra në Mynë të Gjermanisë. Për 14 vjeçarën, familjarët po ndjejnë shumë dhimbje. E këtu të varrezat përveç qytetarëve të shumt, në varrim ishin edhe zyrtarë të institucioneve të Kosovës, deputet dhe figura tjera politike. Ndërkohë, ministri i diasporës Valon Murati ju kërkoi familjarëve të vajzës që të përmbahen sa më shumë. Këtë peshë të dhimbjes ta ndajmë bashkarisht të gjithë ne, dhe të mos mbetet kjo vetëm familjeve. Arbënori vllai i Sëndjerës tha se do të bëhet më i fortë për hatër të prindërve të tij. E kena mbështetjen ndoket nga çdo shqiptar në mban. Kam qef me falenderoj secili shqiptar që ka ndihmu, se që na ka shpreh ngushëllimet. Armela u vra në një sulm terrorist në Mynë të Gjermanisë, së bashku me diturit të tjerë shqiptar me prejardhje nga Kosova nga sulmuesi gjermano-iranian. Disa fshatra të Malisheves janë në zorë me hajnat. Banorët e këtyre fshatrave madje thonë se nuk mund t'i lënë shtëpitë e tyre vetëm as për pak orë. Vizitor të paftuar po kanë goxha shpesh. Hajnat po hynë në këto shtëpi në Vërmic pothuajse çdo javë. Bile ndodh që vetëm brenda natës të plaçkiten deri në 3 shtëpi, siç ndodhi më 25 korrik. Kryetari i fshatit thotë se janë në hall me këta persona. Ka 2 vite, domosht që ndodhin përmi 40 vjedhje shtëpia, dyqane këtu që thëjen. Evet Gashi ishte cak i hajnave. Rasti i fundit thosh domosht këtu domosht në Vërmic, është te vllavi që kanë ndodhur edhe disa shtëpi në fshatin Llozic. Më të preferuarat e grabicëve po delte janë shtëpitë e mërgjimtarëve. I kanë thënë do shtëpi tjera, kanë tentu këtu edhe në sjellë dhe kana, i kemi jetu. Këto ditë të fundit. Po ndilën. I kemi jetu, qështu më shkurt e trup. Se jemi të sigurt që vimi me një dëshprim pe i Gërbetit. Dikush e kujton shumë mirë se në çfarë gjendje e gjeti dyqanin, pasi aty hyn hajnat. Akoma çfarë vjen me porë me këtë që kanë marrë. Me porë dohonin to komplet. Të më dhe hojsharat pak dyrt një kohë të thyrë xhamit këtë. E kjo situatë i ka shtyr banorët që të mobilizohen e të bëjnë roje. Tash jem ti bo të investigjim janë, jem ti bo roje. Natën e kem mendrime e kem. Këshyëm përcjellëm gjën, këshyëm kjerë panjosh në shembull, e përcjellëm ka pashën ku panolet. Për vjedhjet që po ndodhin në këtë fshat, por edhe në fshatin Llozic janë të njoftuar edhe policia. Në këtë rast janë apo janë vjet 3 shtëpi banimi. Policia ka dalë me ngjarje se forenzika e tu si gjithë janë të i bo hetimet, nuk kanë pista cilat edhe kanë informata cilat i kanë pranu, janë rrugë mirë, shohëm vazhdim. Banorët thonë se hajnat po i shfrytëzojnë dasmat kur të gjithë janë të dhënë pas muzikës e atmosferës për të hyrë në shtëpi. Komuna e Prishtinës ka hapur një konkurs për 10 vende pune në për institucione shkollore, por opozita beson se kjo është e jashtëligjshme. Konkursi u hap. Komuna e Prishtinës është duke kërkuar rreth 100 mësimdhënës. Nga ta, 45 arsimtar për lëndë të ndryshme, 45 mësimdhënës klasor e disa edukatore. Por në konkurs nuk përshkruhet se në cilat institucione arsimore janë këto vende të lira pune. Një mungesë të tillë informate, opozita po e konsideron të jashtëligjshme. Të jenë më të qartë, më të saktë dhe të intervenojnë për ta korrigjuar këtë konkurs, sepse një mënyrë e shpallur si kjo do thotë janë shumë të dëshiruar dhe me siguri edhe njerëz të cilët aplikojnë atë nuk do të jenë të profilet të dëshiruar për këto vende të punës. Edhe në LDK thonë se me këtë formë për zgjedhjeje po tentohet të manipulohet në punësime. Komuna duke i fshehur dhe duke mos i bërë publike shkollat, qoftë në fshatra, qoftë në qytet, po i fsheh tendencat e saj të selektimit të konkurrentëve sipas dëshirës dhe jashtë kritereve të transparencës së plot, madje duke i kamufluar kriteret politike të kryetarit Ahmeti dhe përzgjedhen sipas listave të zyrtarëve të vetëvendosjes. Por zëdhënësja e komunës tha se këto konstatime të opozitës nuk shëndrojnë.
Ajo deklaroi se procedura e shpalljes së konkursit është krejt në rregull. Konkursi është në përputhshmëri të plot me dispozitat ligjore në fuqi, me ligjin e punës dhe të gjitha udhëzimet administrative të cilat përcaktojnë lidhjen e marrëdhënieve të punës në sektorin publik dhe kriteret e arsimit. Prandaj edhe të gjitha shqetësimet, por edhe akuzat nuk qëndrojnë. Azim Guri, këshilltar politik në Ministrinë e Arsimit, i tha Klan Kosovës me telefon se komuna e Prishtinës duhet të specifikojë se në cilat institucione arsimore ka vende të lira për mësimdhënës. Ai bëri ftesë Inspektoriatit të Arsimit që të merret me këtë çështje. Të premten morën fanelat e flamurin. Kështu 8 sportistët kosovar e morën edhe zyrtarisht mbështetjen shtetërore për pjesëmarrjen e parë në lojrat olimpike. Para se të nisen për në lojrat olimpike, sportistët kosovar po nderohen nga presidenti i vendit Hashim Thaçi. 8 pjesëmarrësit e garave të Rios që për herë të parë do ta përfaqësojnë Kosovën në lojra olimpike morën medaljet presidenciale të meritës. E tërë kjo ndodhi në amfiteatrin e Gërmis në Prishtinë, ku organizua ceremonia solemne e dorëzimit të flamurit shtetëror olimpistëve nga ana e presidentit të Kosovës. Thaçi pjesëmarrjen e Kosovës në Rio 2016 të cilësoi si historike. Tash tutje, sportistët tanë të rinj do t'i veshin fanelat e Kosovës përballë bashkëmoshatarëve të tyre nga e gjithë bota. Edhe atletët janë të emocionuar që do të jenë pjesë e olimpiadës. Ndjehem mjaft mirë dhe mjaft e lumtur, se është hera e parë dhe për mua si atlete, edhe për shtetin e Kosovës dhe është një ndjenjë zakonisht e veçantë. Po ashtu një gjë që më shtyn mua është se jam më reja e pjesëmarrësve. Me këtë rast, presidenti e shpalli ambasadoren deri kampionën botërore në judo Majlinda Kelmendin. E tërë ceremonia përfundoi me ndezjen e fishek zjarreve. Festa e birës në kryeqytet u prish të premten. Kjo kur dikush shtiu në ajër me një armë gazi. Nga paniku, duke ikur shumë persona u lënduan. Dolën për të festuar, por kjo argëtim u shndrua në Hallakam. Të shtënat me armë nga persona të panjohur bën që pjesëmarrësit në birfestin e Prishtinës të fillojnë të iknin. E nga paniku i madh filluan që të fshihen edhe nëpër lokalet në afërsi të sheshit Zahir Pajaziti. Vrapin nga frika dhe dëshira për të shpëtuar bën që shumë persona të mbeten të lënduar. Si pasojë, dikush e humbi edhe një sasi gjaku. E shumë kush mbeti zbathur. Pjesë e këtij manifestimi të ndërprerë në gjysmë ishte edhe një mërgjimtar nga Zvicra. Kodja ka nisë këtë me ngosh që atë u bo shumë për Hallakam, pa një kaos, edhe ja kanë kretë një me shkel. Unë kam shenë për fundë e njerëzve të më thoni ku ju më lëndu pak. Si pas një mërgjimtari tjetër, në kësë organizime duhet që edhe siguria të jetë më e madhe. Ka pas shumë fëmijë të kanë qenë, ka qenë një panikja zakonisht të madhe, edhe mendoj që këto festa në qosë në banë herë në arshme do të me qenë matë siguru më. Të njëjtin mendim e kanë edhe personat nga Bira Prishtina, të cilëve vendi ku ata shërbenin ju bëhet cop. Së dishim, a ka sigurim këtu, a ka polici këtu, a qëfar organizimi është, a dem panika ka qenë, nuk e dishim që apo do të ndodhë. Një pjesëmarrës nuk ishte larg vendit ku ndodhen krizmat e armëve. Tu kalu ja ka nisë do të shtënat, dhe ktheva ta shkryt kur e pash që pa drita të shtënave, edhe më aty s'kena disa me s'kena nga për i panikës. Përveç policisë dhe sigurimit, mbrëmjen e së premtes punë kishin edhe mjekët e QKUK-s. Edhe pse këtu paraqiten shumë të lënduar sipas mjekës kujdestare, asnjë nga ta nuk është me armë zjarri. Deri më tani janë 42. Të gjithë kanë ndonjë lëndime të lehta, do të thotë lëndime si duket nga një panik ka filluar turma të shkel njëri tjetrin. Angjelushi Latifi, njërën nga organizatorët e festivalit e birës, të se çdo gjë ka shkuar në rregull deri në momentin e panikut. Birfesti ka filluar që është mas mire dhe pika kulminante kënaqësisë ishte në ato momente ku edhe qytetarët po e shijonin më së shumti. Birfesti është festivali i cili ka qëllime vetëm të mira. Ndërsa mëngjesin e të shtunës, sheshi i Prishtinës është kthyer në gjendje normale, por organizatorët e këtij festivali nuk e kishin idenë se kjo festë u anulua të paktën për 2 ditët në vijim.
Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra që kishim përmbledhur edhe për këtë edicion të fundit të sezonit të parë të formatit të ri të këtë javë. Uroj të kemi sjell informacione dhe një përmbledhje të mirëfillt të javëve të cilat i përcollëm bashkë për një sezon. Unë shpresoj që do të takohemi sërish bashkë sezonin e ardhshëm. Deri atëherë, mirëmbëjtje.